Rështeri Muhamet Lika u bë polici 24 që u vraq nga themelimi i policisë së Kosovës me 6 shtator 1999. Ai u vraq të martën në hyrje të banesës së tij në qytetin e Kaçanikut, nga personat që ende nuk janë identifikuar nga autoritetet përkatëse dhe se ende nuk dihen arsyet e vrasjes së policit Muhamet Lika. Që kur u formua policia e Kosovës, pra që nga pas lufta në detyrë 24 polic. Polici Lazim Rexhepi nga fshati Novoselli komunës së Kamenicës ishte polici i parë i cili vdiq në detyrë si pjesëtar i policisë së Kosovës. Ai në shtator të vitit 2001 u vra në fshatin e tij në Novosell, derisa po ballafaqoi me disa hajdut që kishin hyrë në këtë fshat. 2 vite më pas, më saktësisht në vitin 2003, vdiqën 4 zyrtar. Danush Hasani nga Brodi i Ferizajt ishte polici i cili ka rënë në detyrë me 21 gusht të vitit 2003. E pas disa ditësh me 6 shtator, polici Hajdar Ahmeti, derisa po kthehej nga puna, është vrarë në afërsi të fshatit të tij të lindjes, në Berhaj të Gjakovës. Ndërsa me 24 nëntor të vitit 2003, ndodhi një atentat mbi 2 zyrtarët policor, Sebahate Tolaj dhe Isuf Haklaj. E një vit më pas, gjatë vitit 2004, humbën jetën 3 zyrtarë policor. Arsim Rustolli nga fshati Dumnici i Vushtrisë u vra me 23 mars të vitit 2004. Në po të njëjtin vit u vra dhe Ilir Lapashtica nga fshati Tërnje i Suharekës, i cili ra në detyrë me 13 maj të vitit 2004. Në fund të këtij viti ishte polici Driton Mehana nga fshati Liçej i Vushtrisë, që ra në detyrë. Pastaj Abedin Mustafa nga komuna e Mitrovicës vdiq në detyrë me 19 shtator të vitit 2006. Pas një viti me 3 janar të vitit 2007 në detyrë ka rënë edhe Avni Kasumi nga qyteti i Vushtrisë. Me 30 gusht po ashtu të vitit 2007 u qellua për vdekje Triumf Riza, ish pjesëtar i njësisë speciale të policisë së Kosovës. Me 20 nëntor të vitit 2010 Arber Sejdiu ra në detyrë në fshatin Grabanic. Slavisa Milavanović ra në detyrë si pjesëtar i policisë së Kosovës me 15 korrekt të vitit 2011 në Mitrovicë. E pas 11 ditëve me datë 26 korrekt 2011 ra në detyrë pjesëtar i policisë së Kosovës Misin Krasniqi nga fshati Negroci Denaset. Enver Zymberi u bë polici i 4 nga rajoni i Vushtrisë, i cili ra në krye të detyrës. Ai ishte pjesëtar i njësisë speciale në policinë e Kosovës dhe ishte vrarë me një plumb në ballë me 26 korrekt 2011, gjatë një aksioni drejt pikave kufitare në veri të Kosovës, në përpjekje për t'i marrë ato nën kontroll. Me 15 prill të vitit 2014 humbi jetën edhe polici Jahe Maliqe në një aksident komunikacione. Me 3 mars 2015 ka humbur jetën e Be Ramadani nga fshati Graçki i Ferizaj, derisa ishte goditur me një vetur. Pasi kishin kryer një detyrë me 28 prill të vitit 2018, duke u kthyer, policët Armen Trena dhe Malsër Dashi u aksidentua në magjistralin Kaçanik Hani Elezit dhe ra në ujrat e lumit Lepenc. E në të njëjtin vit, Izet Demaj u vra gjatë një grabitjeje të armatosur i cila ndodhi në Istog. Me 28 janar të vitit 2020 humbi jetën polici Sami Thaqi gjatë një aksioni bastisjeje në fshatin Zhurë të Prizrenit. Ndërsa në shtator të vitit 2023, Afrim Bunjaku u bë polici 23 që humbi jetën në krye të detyrës, teksa po i bënte ballë serbëve në fshatin Banjska të Zveçanit.